Policia e shtetit është i vetmi institucion, ky institucioni që ne bëjmë copë çdo ditë, është i vetmi institucion që ka i memorial atje dhe ka 422 dëshmorë të atë dheu. I ka kjo policia e shtetit. S'ke prokuror të vrarë. Në rregull, gjyqtar ndodhi vitin e kaluar, por që ishte për tjetër që nuk kemi. Pra kjo policia është përballur. Në qoftë se është institucioni, po ta them, që sulmohen më tepër, sulmohen dhe nga majoranca, në opozita po e posa, opozita ka të drejtë të sulmojnë. Por, a jemi në situatën që thotë opozita e policia është e korruptuar deri në palc? Dhe kryeministri se kam dëgjuar në jetë flasë për policën. Dhe pa pritës i fut një çkarkuar dhe drejtorit, që u zgjodh me konkurs, dhe drejtori i Tiranës që po ashtu u zgjodh me konkurs, po ky kryeministri i shpiku këto konkurset, se s'ka pas nevojë për konkurs. S'ka mbushur vitin nga nuk ka rëndësi ajo, mëse mund ta heqë prap. Ti e mbani më se hoqi Gledis Nanon. Vetë solli dhe për çfarë solli? Për meritat operacioneve të shpëtimit në lindjen e mesme. Pra kishim një shef i antiterrorit, i cili u bë drejtori i përgjithshëm i policisë. Tani në rastin konkret bëjmë këtë gjë tjetër. Ora do të bëhemi serioz. Do ta ndaj mendjen. Që kur e emërojmë, çfarë strategjie do të japim, çfarë plani do ketë drejtori i përgjithshëm. Nëse ti do ta përdorësh drejtorin e përgjithshëm si patronazhist, dhe ti e do aty që pse tani di për çfarë është debatuar. Pse shihetsja e lejoi turmën opozitës të zbriste nga kompleksi Taiwan, të shkonte te drejtoria dhe futej në blok. Pra duhet futej që aty shihetsi. Jo mbani mend ja hodhën Berishës fund ata te kryeministria, po ishte vonë. Ishte shkarkuar, ishin hedhur molotovët tek vila Tërthenji. Pra, nëse hiqet drejtori i përgjithshëm për mua dhe drejtori i Tiranës, duhet hiqet për një motivacion shumë të fortë se ky. Shqipëria ka probleme të tjera, aq më tepër që ne aspirojmë të futemi në Bashkimin Evropian. Pra, ti do ta heqësh për një motivacion shumë të fortë, që ka të bëjë me situatën kriminale në vend, me goditjen kundër krimit organizuar, me korrupsionin brenda radhave të policisë, me pamundësinë e policisë për të garantuar zgjidhje të ndershme. Po që ta heqet, pse nuk të garantoj ty edhe lejoj molotovët, policia i ka arrestuar, i ka luajtur gjykata. Të mbavan filmi. Çat doli ai dhe tha, ç'janë këta gjyqtarë, tha që i lirojnë. Po pse ti do ta zgjidhësh si a bëre reformën, po, rriur tani, qep gojën dhe prit ku të bëhet analiza e asaj që ke bërë deri tani dhe merr përsipër përgjegjësinë. Sepse me këtë lloj mënyre si ka shkarkuar dy drejtorët, dhe këtu do ta mbyll, drejtorin e përgjithshëm, drejtorin e Tiranës, për mua është shumë e rrezikshme. Shkarkohet e rrezikshme. Shumë e rrezikshme, jo rrezik. E di si ke radhë e policisë sot poshtë. E ke demotivuar deri në fund. Kur ai polici shef se si ikën shefi i madh, e kupton çai ndodh aty poshtë. Në të gjënë e ke quar të jetë poshtë. Në qoftë se ne aspirojmë vërtet shkojmë Bashkimin Evropian, ke parti të shkarkohet drejtori i përgjithshëm, me ligj, me kushtetutë drejtori i përgjithshëm është i pavarur dhe nga kryeministri, me ligj. Por realisht jemi në këtë situatë dhe kjo gjë që ka bërë kryeministri, me të vërtetë është shumë e rëndë, është shumë dekurajuese për mua, sidomos për radhën e policisë, dhe nga ana tjetër, vënë pikpyetje dhe zgjedhjen e drejtuesve të rinj, sepse vetë e krijoi këtë sistem dhe pa pritmazi i prishi rregullat e lojës, s'më pëlqejnë këta, do vë ca të tjerë. Në opozitë e radhës, kush e garanton që nuk do hedhi prapë molotov ata? Do dalin prapë ata, do i vënë Partia Socialiste herës tjetër. Tani kjo nuk ka logjik. Kto janë luftrat tona. Në qoftë se ti i shkarkon njerëzit për kaq pak gjë, atëherë çfarë të mund cili është motivimi që ata të vinë aty të rrezikojnë jetën, se po rrezikojnë jetën ata. Po pra. E mbyll. Kështu që ju falenderoj shumë se kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Bedi, shumë faleminderit. Zoti Milo, ju falenderoj shumë për gjithë mendimet që ndatë dhe gjithë analizën gjithmonë profesionale që bët për gjithë audiencën. Ju falenderoj shumë. Eugina, të falenderoj shumë për gjithë informacionet dhe të gjithë mesazhet. Nderuar shikues, jemi në fund programit. Pas pak vjen emisioni rreth qartë dhe më tej do jeni me edicionin informativ të lajmeve. Bashkë do shihemi mbrëmjen nesër. Natën e mirë.